që do të kam trashëgu, ndërsa për çështjen e bartjes, nuk kemi çfarë për shembull pa orientu bartje ose shpenzimet që na ndodhin prej drejtorive të caktuara. Çdo cent i drejtorisë arsimit deri në përfundim të përhyrjes së vitit fiskal, si që qenë drejtoresh për financave, ka me pas mjetet financiare. Nëse ka ndodhur një hazim përkohshëm për çështje javësh ose muajsh prej një drejtorie, asoj kanë rikthyer në cent duke përmbush detyrimin ligjor, që është përcaktuar mbi ligjin mbi menaxhimin e financave publike dhe ligjin për qeverisjen ose financat kombëtare. Kështu që përmbyllja e vitit fiskal komo e shoqëruar me respektimin e hyrave të institucioneve si ato arsimore që inkasohen të hyra, edhe që kanë një rikthyer në nivel të implementimit projekteve edhe nevojave shqiptare. Tash, flasim për çështjen e buxhetit edhe të planifikimit buxhetor, detyra e parë e një menaxherit të mirë, e një financierit të mirë, e një politikanit të mirë, është se çysha harton buxhetin. Unë 4 vite jam shku si kur studenti para Ministrit të Bujqësisë, para Ministrit të Financave. Edhe gjithë e kumë ditë cëla është pyetja e parë e Ministrit të Financave. Pyetja e parë e Ministrit të Financave është zotëri ministër më tege, sa ki obligime kontraktuale me kontratë. Edhe nuk I diskutoj. Kjo kontratë, në rregull, çile buxhet është dialogu. Ne kena në shkrume 795.000. Ligjërisht kjo është problem. E mos flasim për mirë planifikim ose klasifikim të aspektit buxhetor. Kështu që në krejt çfarë pjesë, kur I ka kalu këtë filtrat, kur Ministria e Pushtetit ka thonë që dokumenti është në rregull, kur e kanë shkruar edhe sekretari I Ministrisë së Financave dokumentin, ka dalë një zyrtar Ministrit të Financave që kanë jep prej 1.200.000 gati 1.3 miliard, ja 2 miliard I takojnë që drejtorisë së shëndetësisë. Kjo është dhe nxirr të dini çka prej ku. Kështu që tek çështja e arsimit, unë kam 6 muaj që jam zëvendësi. 5 milion janë siguruar vetëm për objekte. Gjimnazi edhe shkolla e muzikës. 5 milionerë janë, dikona për rrët 5 milionerë se prejtë të ka apu dhe këna me pas andej kostën masa. Po dherë në 5 milionerë ka qenë nga dëshmeria Ministrit të Arsimit, ajo Paçeku, që ta financojë ndërtimin e gjimnazit edhe shkollës të muzikës në Pilotë. Ti ka qenë drejtoreshe e financave. Drejtori I arsimit është drejtuar gjoshës në kërkesë për rritjen e numrave në arsim. Ky ja ka si përgjigjen I ka dhënë në punë se nuk e ki kornizën buxhetore që ta aprovon. Ndërsa në kohën e juaj, kemi 37 numra pambulesë në buxhet. 37 numra drejtoresh I ke pas pambuleshmëri financiare. Komuna e Vushtrisë, që 7 minuta shkojnë për drejtorisë në Vushtri, I ka 25 asistent për sistemin arsimor. Për fëmijët me nevoja të veçanta. Komuna e Mitrovicës I ka 5. Me bartje do t'i ketë 10. Dhe thotë për krejt periudhën e pas luftës, 5 jo me bartën e mjetën financiare, po me këtë pjesën e bartës e stafit. Do thotë e kom sakrifiku krejt pjesën e administratës e komunës me vendos prioritet çështjen e arsimit. Dhe linja I parë sekretari I komunës ka pas të bëjë me adresimin e nevojave të fëmijëve që kanë nevoja të veçanta. Edhe deri në fund të mandatit komi siguru maksimumin e shërbime dhe të stafit. Dhe kjo është kategori që na tregojmë çfarë njerëz janë në mënyrën se çu trajtojnë. Dhe të thuaj që nuk e kam prioritet arsimin, kur kom siguru gjimnaz e shkollë muzikës, kur jam në negociata me Ministrin e Arsimit me ndërtu shkollën Ambulla Shabani, po duhet me trajtu masmore me pas një pjesë të planifikimit se ku kanë shkuat në zonë sa derisa ndodh procesi I bartjes, do të thotë edhe temat e tjera, edhe po I ndojnë 39 vende, do të thotë numra që do I bëjmë, sa të që mos pëlqen të thonë numra, se sa është staf I detyruar, të sakrifitoj krejt pjesën administratës së komunës, krejt drejtorin të pagnaqur, të thonë qysh arrit I drejtori I arsimit
me na i marrë këtë qëto pozicione që janë të budgetuar, për shkak se e kam prioritet arsimi. Kështu që arsimi është buxhetin e vitit 2026-2028 i kemi planifikuar gjitha rrugët me cilat sot është nënshkruar ky kontratë. A përvjet që është një vazhdimsi institucionale kjo? Është një vazhdimsi. Edhe rruga e Rashanit, edhe Kutlloksit, edhe Bajborësh me kodet ekonomike, edhe me planifikimet e vitit 2026-2028, fatmirësisht unë jam shumë e lumtur se sot ka arritur në nënshkruar kjo kontratë, se kanë vlerësuar qytetarët e këtij qytetit e mos ta shumë me tonë edhe shkole, sejnalën e vjetër. Edhe diçka. Sa kryetari arrin me fitu funde nga niveli qendror, ne krejtë di çush është kjo, çush kanë këvar konsultime kështu, këvar bashkëpunime, se me të vërtet ka pas kërkesa strategjike nga komuna e Mitrovicës për 4 vite rrodha, një projekte të cilat kanë qenë komunë Mitrovicës kanë qenë manta. E përmendën kontratën për shoj. E unë po tregoj që për vitin 2025 projektierës përgjithshme, prej 3.2 milion euro, 500.000 euro kanë qenë investis. 500.000 euro, është me vorantume, mundi me fakti. Edhe kanë qenë 900.000 euro për 2 vite tjera që kanë pasur në sëndo 400.000 euro. E thash, so i jep prioritet komuna arsimit bëhet me buxheti komunal. Ju so ato arrin me marrë investimet, patrullësisht jeni mjekët vi politike dhe po arrin se mjekë e përmendë dhe të vështrem, mjekë nuk po përfiton edhe vështreja. 7 minuta e largë e tjena, po kjo vështreja, as një kushtenisit, as kushtës po përfiton, as për miliskit sportet edhe krivis që shko shurë të ashtë. E sa indizmën komuna arsimit bëhet nga buxheti komunal, edhe këtë bibje e kanë gjithmonë. Të më thonë, nëse s'kishtin që aja analizja budgetore që jo tatë fond atje, këtu mjete nuk kanë pas ashtu mjete cilat i kanë taku me legjë, i kanë taku se kanë... Bajtë përna se s'ko një bën arsimin borën nga budgeti, se të gjendja në arsimin në përvitin është një budgeti është e ke propozitiv, se e të rejtë që të faqë, po bjenë nuk është me vetë vetë, se nuk i ki 37 vena që i ke budgetuar që i ki faktikë. Dërsa se për këtë asoj se so një qeveria, këti po flasë për ishtë qeveria, ta është këtu nuk janë, por edhe që me të regojë, dhe një konë minister. Dhe të komuna i të përkra shtetje për sistemin e votës. E të komunave, 2 e diqë kanë qenë të dërës, 2 kanë qenë të dërës, 2 kanë qenë të atës, 2 kanë qenë të dërës. Përpimin për kalëzën për qasin që ka pas një ish ministri. 8 komuna ka një pas investime në kapitalë, edhe 2 kanë qenë të dërës, 2 të dërës, 2 kanë qenë batës, dhe 2 kanë qenë të dërës. Edhe fëshia politike të komuna ka qenë krejtë të njëta, po këndosh në pas qasin për barat. Që më gërëtë? Që më gërëtë? Të lutën s'one kam qenë dhe 8 projekte në krejtë. Në ripotin për shenjë, për së ta? Në posë 6. Si ripotin për dhe 6, dhe potën të dhe më ne edhe 2 tjera, 6 në konkret, kon 2 ka qenë për fitur. Se pasma 5, ka qenë në shkërë. Dhe të paratat të kone, dhe dërdosin po është trajtu njëjtë sikur se numri komunave të DZT-s dhe të DZT-s që ka qenë para. Që nuk trajtu nga që gjithë ka shkën i bazën e përqushmërisë e dinjes politike, është një mos, është një druzë, do të të mundësis, e ki rrugën ma qenë, unë e fajtuna. Veç vorët edhe sot një këmbëjtës edhe insistus me Qa sa ka nevojë arsime, e qa sa ka nevojë shëndetësia, e qa sa ka nevojë kjo komunë e Mitrovicës për investime edhe me pas buxhetin e kryeqytetit neve nuk nakë shkjatu. E kena ndo për kushmërinë, so kena investu në arsem, prej 2022 deri 2025, dhe kena të shumë mandatin, deri drejtori i arsimit mundet mi kërku grafikunet, investime kapitalit që shka shpolitja. E të numrit punësumve diskutojnë atë e bashkë atë e sotit, mirë po edhe me dash një komunë, një organizatë buxhetore me të kalu numrit punësumve gjatë një vitit kalendarit fiskal, në asë një posë për e në njësia finansat. Kështu që kjo është specifikume dhe me legjë dhe...